Bazuar në raportin e po të njëjtit zyrtar policor, gjykatësi Osmanaj kishte vazhduar rolin e avokatit. Ai kishte shkuar në stacion policor ku kishte tentuar të takonte të arrestuarit, derisa ata ishin brenda stacionit policor, por me që takimi nuk ishte lejuar, gjykatësi Osmanaj pretendohet të jetë interesuar për emrin e prokurorit kujdestar, i cili pritej të merrte vendimin për ndalimin e tyre prej 48 orësh. Dua të shtoj, kur kemi arritur në obor të stacionit policor, të gjitha patrullat pas disa minutash ka ardhur gjyqtari, Floridin Osmanaj, në vjehrën e viktimes dhe kërkon nga unë që ta lejoj për të hyrë në stacion për të biseduar me të dyshuarit. Me pyet mua kush është prokurori rastit dhe unë i përgjigjem se nuk e di se kush është prokuror kujdestar. Nuk e kam lejuar të njëjtin që të hyjë në stacionin policor. I njëjti qëndron edhe një kohë të caktuar në obor të stacionit dhe më pas largohet nga oborri së bashku me vjehrën e viktimes. Gjatë kësaj kohë brenda stacionit ishte edhe viktima, e njëjta kishte deklaruar se përveç dhunës sistematike të ushtruar nga bashkëshorti i saj, i njëjti ishte edhe konsumuesi i narkotikëve.